Kuvendi qendror i Lëvizjes Besa me shumicë votësh miratoi vendimin për shkarkimin e kryesisë qendrore të Lëvizjes Besa në vazhdon e procesit të filluar për bashkimin e Blenit në një subjekt të vetëm. Kuvendi i Lëvizjes vlerësoi se duhet të hapet rruga për strukturimin e Blenit dhe solli këtë vendim bazuar në moratoriumin e aktiviteteve partijake nga subjektet që përbëjnë Blenin. Kuvendi më autorizoi mua si kryetari i Lëvizjes Besa të vijoj bisedimet për të ardhmen e Blenit, duke i dhënë mbështetje bashkimit në një subjekt të vetëm, me një zgjidhje që respekton parimin e drejtësisë dhe dëgjon zërin e vullnetin e votuesit të Blenit dhe të gjithë shqiptarëve. Por Kasami tha se pjesa më e madhe e partive që përbëjnë koalicionin nuk janë të strukturuara me këtë ide që t'i japin hapësirë Blenit. Aleanca më në krye Arben Fetajin nuk ka organe të partisë, po ashtu edhe Lidhja Demokratike, po ashtu edhe faktor tjerë si që është Bekim Qoku si përfaqësuesi vetë vendosjes që e dim që edhe ata kanë pasur iden fillimisht të themelimit të një subjekti politik. Në mbledhjen e kuvendit u diskutua gjithashtu puna e funksionarëve të Lëvizjes Besa në qeveri. Kuvendarët e përkrahën konstatimin e kryetarit Kasami se Besa ka kapacitet për shumë më shumë punë se sa është bërë deri tani. Kasami u shpreh i prerë se derisa bëhet fjalë për qeveri politike, Besa vendos se cili ministër do ta përfaqësojë në qeveri. Në këtë mënyrë ai ka komentuar deklaratat e kryeministrit Mickoski lidhur me punën e Fatmir Limanit në qeveri. Dhe derisa bëhet fjalë për qeveritë politike, pjesëmarrëse në qeveri janë partitë politike, derisa ne do të jemi pjesë asaj qeverie, do të kemi të drejtën e plotë të propozojmë ministrat tanë në qeveri. Në mbledhjen e Kuvendit Qendror të Lëvizjes Besa mbërriti edhe ministri Fatmir Limani. Para nisjes së mbledhjes ai kërkoi nga kuvendarët, siç tha, maturi dhe ktjellësi. Veprime të cilat tu takojnë nivelit të politikanëve që janë të matur, nuk guxojnë të prishin strukturën e Blenit sepse rikthehemi në kohën pas kryejmë hapësirë për struktura tjera të kyçen dhe të bëhen pjesë e qeverisë. Kreu i Lëvizjes Besa Bilal Kasami ka komentuar edhe zhvillimet e fundit me provimin e jurisprudencës në Shqip, duke potencuar se puna e ministrit të drejtësisë Igor Filkov lë shumë për të dëshiruar. Që as ministri në fjalë dhe as kush tjetër nuk duhet që pozitën e tij apo suksesin ose dështimin e tij ta kushtozoj me tema ndëretnike dhe sigurisht që nëse edhe më tutje do të ketë kështu tentime, ne si Lëvizje Besa dhe si pjesë e Blenit do të japim qëndrimin tonë. Më konkretisht sa i përket çështjes në fjalë, vlerësoj që qeveria në përgjithësi ka gatishmëri që këtë ta zgjidhë. Ministri besoj që ka kompetencën e plotë që shumë shpejt ta zgjidhë këtë çështje, por po shihet që nuk ka vullnet, prandaj si pjesë e qeverisë këtë do ta zgjidhim me ligj. Kasami nuk ka përjashtuar mundësinë që ai të jetë lideri i Blenit. Ai tha se është i gatshëm, por vetëm nëse bashkërisht me partitë tjera konstatohet se mund të marrë këtë pjesë të obligimit.